Fort lumturia e tij, kryepiskop Joani ka udhëhequr ceremoninë e fronëzimit të mitropolitit të Korçës, Hirësi Anastasit. Kryepiskopi theksoi se fronëzimi i tij vjen në një moment rëndësishëm ku themelet e kishës janë hedhur. Kisha është ringritur dhe puna për forcimin e saj duhet të vazhdojë. Le të falenderojmë Perëndin për dhuratën e tij të patregueshme. Sot është një ditë e madhe gëzimi dhe bekimi për mitropolinë e Korçës dhe për të gjithë kishën tonë. Jemi mbledhur në këtë kishë katedrale, dedikuar ngjalljes së Krishtit për të fronëzuar mitropolitin e ri, Hirësin e tij Anastas, një bir të devotshëm të kishës sonë, që sjell në këtë detyrë të shenjtë një kombinim përvojash dhe përkushtimi shpirtëror. Para se të flas për mitropolitin e ri, më lejoni të kujtoj me mirënjohje të thellë punën titanike që është bërë në këtë mitropolit shenjtë nga kryepiskopi i ndjer Anastas. Kur erdhi këtu, si në të gjithë Shqipërinë, gjeti një situatë tepër të vështirë. Kishat ishin të shkatërruara ose të kthyera në magazina, besimtarët ishin të frikësuar dhe të shpërndarë, klerikët pothuajse mungonin plotësisht dhe vetë nocioni i jetës ortodokse ishte dobësuar. Po me hirin e Perëndis dhe me mbështetjen e besimtarëve të devotshëm, ai filloi punën e madhe të rindërtimit, si për ngritjen e infrastrukturës fizike, ashtu dhe asaj shpirtërore, një vepër të jashtëzakonshme, të cilën kreu me sukses të plotë. Kryepiskop Joani u ndal edhe tek detyra e tij e mëhershme si mitropolit i Korçës. Unë pata bekimin dhe privilegjin të vazhdoja veprën e tij për 27 vjet. Ndonse ishte një punë plot sfida dhe pengesa, këtu gjeta një komunitet ortodoks të mrekullueshëm, të devotshëm dhe shprestar, të cilët më mbështetën dhe më gjendën pranë në çdo vështirësi. Vitet që kam kaluar këtu janë ndër më të bukurit në jetën time, dhe Korça, si edhe çdo qytet e fshat i kësaj mitropolie, çdo kishë, çdo enori dhe çdo familje besimtare janë dhe do të jenë përgjithmonë në zemrën time. Ju falenderoj dhe do ju kujtoj gjithmonë me mirënjohje. Fort lumturia e tij Joani dorëzoi Hirësi Anastasit si një thesar të çmuar mitropolinë e Korçës, duke thënë se po e lë në duar të sigurta dhe të arta. Vëlla dhe beshmështare në Krishtin, ti vjen në këtë mitropoli në moment të rëndësishëm. Themelet janë hedhur, strukturat janë ndërtuar, por puna për forcimin dhe thellimin e besimit duhet të vazhdojë me intensitet të ri. Dhe ti e personi i duar për këtë mision. Prandaj sot, me gëzim të madh, por dhe me emocion të thellë, unë po të dorëzoj ty këtë thesar të çmuar. Po ta dorëzoj jo si diçka që më përket mua, po si një amanet të shenjtë që kryepiskopi Anastas ma besoi dikur mua, e tani kalon tek ti për ta ruajtur, kultivuar dhe zhvilluar më tej. E di që po e lë në duar të sigurta dhe të afta, përvoja jote, formimi yt dhe mbi të gjitha përkushtimi yt i dëshmuar më japin siguri të plotë se Korça do të lulëzojë në udhëheqjen tënde. Dhe këtu duhet të ndalem pak më gjatë tek shembulli yt personal, sepse është veçanërisht frymëzues për kohën tonë. Ti kishe një karrierë të shkëlqyer në botën e biznesit. Për 12 vjet ke punuar në banka prestigjioze, ke mbajtur poste drejtuese, ke pasur një të ardhme të sigurt dhe të ndritur në aspektin material. Shumë të ri sot do të ishin të kënaqur me gjysmën e asaj që ti kishe arritur. Por në vitin 2017, në kulmin e suksesit profesional, ti dëgjove thirrjen e Zotit, eja pas meje. Dhe ti, si Matheu të Agrambledhës, si Pietri dhe Andrea Peshkatar, lej gjithçka dhe ndoqe Krishtin. Kjo nuk është thjesht një histori personale, është një mesazh i fuqishëm për shoqërinë tonë materialiste, që mendon se lumturia gjendet në para dhe pushtet. Vendimi yt për të lënë karrierën bankare e për t'ju përkushtuar kishës është dëshmi e gjallë se Krishti vazhdon të thërras njerëz në shekullin e 21 dhe se ka ende njerëz të fuqishëm që i përgjigjen kësaj thirrje. Ti je prova e gjallë se fjalët e Ungjillit janë të gjalla dhe vepruese, se nuk është një relikt i së kaluarës, po forcë transmetuese për të tashmen dhe për të ardhmen.
Korça, tha kryepiskopi, është kryeqendra kulturore e Shqipërisë, djepja e arsimit kombëtar dhe i qendrës shpirtërore, por njëkohësisht është një vend që përballet me sfida të mëdha. Hirësi, Korça është kryeqyteti kulturor i Shqipërisë, djepja e arsimit kombëtar dhe qendër e rezistencës shpirtërore, ku lindi rilindja kombëtare dhe u hap shkolla e parë shqipe. Por sot si në gjithë vendin tonë, dhe ajo përballet me sfida të mëdha. Emigrimi masiv i të rive, plakja e popullsisë, vështirësitë ekonomike, ndikimi i sekularizmit, humbja e vlerave tradicionale dhe dobësimi i familjes, e cila është shtylla për të pasur një shoqëri të shëndetshme dhe funksionale. Jam i bindur se do të gjesh përgjigje krijuese për këto sfida, do të dish të komunikosh me të rinjt në gjuhën e tyre, duke përdorur mjetet moderne, por pa komprometuar mesazhin e përjetshëm. Përvoja jote, si drejtor ekzekutiv i Logosit, antar i bordeve të klinikës Ungjillizimi dhe shkollës Frym Dashurie, si dhe detyra si protosingjell i kryepiskopatës, kanë dëshmuar aftësinë tënde për të udhëhequr institucione arsimore dhe për të kuptuar edhe dimensionin social të Ungjillit. Ndërsa studimet teologjike në Universitetin Logos të kanë dhënë thellësi në doktrinën dhe në jetën shpirtërore. Ti e thirrur të jesh jo vetëm administrator, i aftë, po mbi të gjitha atë shpirtëror, udhërrëfyes dhe ngushëllues. I e thirrur që të jesh një dritë që ndriçon errësirë, një zë që shpall të vërtetën, një dëshmi e gjallë se Krishti është i gjallë. Populli i Korçës pret shumë nga ty. Klerikët presin udhëheqje, të rinjt frymëzim, të moshuarit ngushëllim dhe të varfrit ndihmë. Në momentet e vështira, kujto thjeshtësinë dhe devotshmërinë e atë kozmait, përhyrësinë dhe durimin e Irsi Ignatit, diturinë dhe dashurinë e kryepiskopit Anastas në veprën e tij të pashoqe në ringritjen e kishës sonë nga gërmadhat. Por sidomos kujto fjalët e apostullit: unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon, sepse pa Krishtin nuk mund të bëjmë dot asgjë. Fortlumturia e tij Johani i dha edhe një mesazh mitropolitit të ri, duke theksuar se nuk është vetëm në këtë detyrë hyjnore, por ka pas tij të gjithë kishën dhe besimtarët. Nuk je vetëm. Pas teje qëndron e gjithë kisha jonë, sinodi i shenjtë, klerikët e nderuar dhe qindra mi besimtarë që do të luten për ty. Ki ndërmend gjithmonë se të është dhënë hiri i Perëndisë dhe Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, po frymë force, dashurie dhe urtësie. Së bashku do të vazhdojmë detyrën e shenjtë që na është besuar. Le të lulëzojë mitropolia në drejtimin tënd. Le të bëhet Korça qendër rrezatimi shpirtëror për të gjithë vendin tonë, model për gjithë botën ortodokse. Ju uroj jetë gjatë dhe të frytshme në vreshtin e bekuar të Zotit dhe Perëndisë sonë Jezu Krisht. Kryepiskop Johani u shpreh i bindur se Korça do të lulëzojë në udhëheqjen e mitropolitit të Korçës, Anastasit.